Mësyshi, ishtë dashur. Në rrjetet sociale sot e kësaj dite postohet gjithçka, e mira, e keqja dhe mozot ma keq. Ne po shohim njerëz të cilët po postojnë edhe nënën e tyre, vllaun e tyre, motrën e tyre që është duke vdekur në ato momente. Po shohim tjetrin i cili poston në darsmen e tij gjithçka është e mundshme, mirësitë dhe bereqetet e Zotit që i ka fal. Dhe nëse e pyesim se pse bën kështu, thot nga se në Kur'an shkruan të mirat që ti ka thënë dhe ti ka fal Zoti yt, publikoj dhe tregoj. Është vërtet. Mirë po, a keni parasysh ju se një grua paraqet në Facebookin e saj, lumturinë me burrin e saj duke shëtitur. Nesër fillojnë grindjet, fillojnë pa qartësit mesin e tyre, fillojnë të shamurit, nënshmuarit dhe gjithçka të përfundon në shkurorzim. Ju ka ndodhur ndoshta që një fëmijë të vogël posa që ka lindur dhe po i bëni gjithë ceremonitë e lindjes me kënaqësinë familjare, m'pas disi fëmiu nuk nis të flas, kalojnë 2 vite, 3 vite të plota dhe me siguri që keni hasur në çështje të tilla. Të dashur miq, besoni të lutem se syri i keq është hak dhe zë. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: ruani bereqetin e Zotit tuaj që ua ka falur, nganjëherë duke i mbyllur gojat tuaja dhe mos prezentoni shumë prej saj, nga se syri është hak dhe syri i keq është hak. Dhe në një hadith tjetër i dashur i Allahut thotë më shumë i njerëzve të cilët vdesin pas kaderit është nga syri i keq. Andaj, nëse keni vendosur që të prezentoni diçka apo të publikoni apo të flisni për të mirat që ua ka thënë Zoti juaj, flisni me ibadet edhe me falendrim. Lavdroni Zotin tuaj për të mirat që ua ka thënë. Nëse dëshironi patjetër të tregoni diçka për asaj që Allahu ju ka fal, tregoni me masë dhe mos kaloje në kryelartësi dhe në mburje, nga se syri i keq atë e pret. Keni kujdes ndaj saj, e Zoti ju ruajt. Ku do qeni, mbeqit mirë. Selamu alejkum.